politike të Vjosa Osmanit. Vjosa Osmani do të mirret me politikën nëse nuk bëhet. E ka thënë që do të mirret me jetën publike, me institucionet e shtetit, po... Mendoj që mundet është opsionale me themelu një subjekt të ri politik, përderisa momentalisht Donika edhe Peci e kanë glabëru Pra, s'ka vend në Guxo? Jo që nuk ka vend, po këta në mënyrë të padinjitetshme, jo korekte, e kanë glabëru subjektin që vetë ajo e ka themelu. Dhe janë kundër Vjosa Osmanit. Megjithatë, Donika është lëbuse kryesore që ajo mos më kanë presidente. Gërvalla është lëbuse kryesore kundër Vjosa Osmanit. Kryesore. Edhe në subjektin e vetë politik. Ku po vinin në këto aludime? Përveç që kanë qenë përplasje kështu publike ndërmjet madje edhe me Kong Dafina Zeshiri. Është edhe tashmë është vërtetuar, domethënë edhe prej vetë deputetëve që kanë marrë pjesë në takimet mbrëmshme të subjektit politik, Gërvalla ka qenë insistuese në mënyrë të plotë që mos mi jep mundësi Vjosës me kandidu. Pse? Politika e jashtme është jashtëzakonisht pasqyrë e fuqishme e një shteti. Në këtë drejtim, Vjosa është jashtëzakonisht mirë e pozicionuar, karshi edhe mbështetjes popullit, që po i bën prezantim të mirë të vendit tek miqtë tanë ndërkombëtar, tek vendet e ndryshme që po i viziton, por në anën tjetër, as Albini e as Donika nuk po mundën me të kajlu këtë pëlqyeshmëri. Apo Gërvalla s'është në Ministrinë të Punëve të Jashtme, Ministre e Drejtësisë tash. Kanë me të hatërmbetit, po flas edhe te Albini, edhe domethënë është kriju te ta një lloj përçmimi për figurën e saj se ajo nuk do të jetë aty ku është, sepse po na bën dëm dhe po na bën pengesë. S'ka vend në vetëvendosje, s'ka vend në Guxo, mund ta themelojë një parti tjetër, apo ti kthehet në idesë demokratike? Edhe ajo është opsionale, sepse konsideroj që ka raport jashtëzakonisht mirë edhe me krevën e partisë, por edhe me deputet tjerë, pa çka që mund me pas edhe deputet që e kundërshtojnë. E shin Osmani ngare elektorale. Nëse nuk zgjedhet presidenti potencial. Absolutisht po. Edhe unë mendoj që pjesëmarrja e saj në garë elektorale i shërben demokracisë vendit. Unë mendoj që ka mu prodhu rezultat shumë më i mirë në favor të vendit sa ky çorson. A mund ta pranoj LDK-ja Osmani në listë? Ose nëse Osmani duhet të shkojnë në listë përjashtimisht ta udhëheq